Shef në një farë detaj interesant? Tradicionalisht në kretë palëzjet dhe çdo herë në subjektet politike, kryetarët kanë punu me pas një lloj grupi të vet, kur po them të vet, kryetarët e partive, një grup lojal të njerëzve të cilët kanë mujt me i shty agjendat e tyre përpara. Sidomos në LDK kjo ka qenë gjithmonë e theksuar. Edhe ka një arsye pse ka qenë në LDK gjithmonë e theksuar, se po flasim për një subjekt i cili me të vërtet ka pas një demokraci të brendshme zhvilluar, ka pas debat çdo herë, që nga vdekja e Rogovës kur shtrim kremi te LDK-ja, vazhdimisht bëhet garë kush bëhet kryetar i ri i LDK-s, që 20 vjet bëhet një kryetar, si ta merr mandatin, fillohet puna për një kryetar tashëm. Domethënë debati është i vazhdueshëm në LDK për brenda dhe kjo është arsyeja që gjithë kryetarët që kanë qenë më herët, si Sejdiu, si Mustafa, tash edhe Abdigjiku, mendon në vazhdimsi që të kenë, po them kushtimisht këto njerëz e tyre lojal që i përshtasin politikave të rrugtimit të LDK-s afër vetes. Njëjtë ka ndodhur edhe tash, e shohim, njëjtë ndodh edhe në PDK, kjo që është mes Arjan Tahirit, përparim Grudës, Arben Mustafës, pra ka një përpjekje që ky grupi që është rreshtuar kështu kryetarit Bedri Hamza të jetë më dojmos brenda kuvendit të Kosovës, sepse e shihet edhe po flas edhe në vota tash te koncentrimi, por edhe pak kemi informacione edhe në terren, edhe te mbështetja që është dhënë nga kryetari Hamza, dhe e dyta këtu shpërfaq, sidomos në PDK zyrtarisht ekzistojnë 2-3 grupe, ka të pakënaqur brenda se çka ndodh dhe tek e fundit të mbledh bashkë secili ka punuar për veti. Në sens, pasi ka punuar secili për veti, ky është rezultati maksimal që e kanë arritur. Te AK-ja pajtohem